librin Pinoku, ishte ai qyteti ku shkonin ata nxënësit e këqij që nuk donin mësonin të vetë dhe ktheheshin në Gomer, pastaj ndërkohë që Pinoku për të bërë njeri, pra për të evoluar, duhet të punonte, të mësonte, të sillej mirë. Pra nga kjo fabul, ne do jetojmë në atë qytetin ku do bëhet qef dhe do shndrohemi në Gomer, dhe nëse do të ishte në dorën, se kjo është e frikshme. Nëse do të ishte në dorën e mendjeve të lexuara, sigurisht do të ecej më me kujdes, por do të kemi parasysh që në këtë moment nuk kemi të bëjmë pra vetëm me vendimarrje të tilla me mendje të kthjellë dhe të ftohtë, por kemi të bëjmë me faktin që kemi një garë shumë të madhe midis forcave më të mëdha se në botë, investimet më të mëdha që po bëhen sot. Për kuriozitet, patëm javën që shkoi, ne patëm një rënje të bursave në përgjithësi dhe për shkak të tarifave të reja që qeveria amerikane vendosi. Dhe në të njëjtën kohë, megjithëse patëm rënje të bursave, patëm vazhdim në investime dhe rritje të investime në fushën e inteligjencës artificiale, pra që gjë që normalisht nuk do të kishte ndodhur. Pra, kemi të bëjmë një garë. Nuk preket fare, domethënë. Nuk preket. Çfarëdo gjë që të ndodh në botë. Jo vetëm që nuk u prek nga kjo që ndodh, jo vetëm që nuk u prek, po u shtuan investimet. Dhe është diçka, është një tregues goxha i fortë ky për të treguar që jemi përpara një gare të madhe e cila po luhet nga shumë lojtar. Dhe këtu pastaj nuk hyn pra vetëm ai mendimi i ftohtë, ajo logjika e ftohtë, po hyn shumë aktor në lojë. Kthehemi tek një çështje praktike. Çfarë mund të bëjmë ne? Pra gjithë mendimet, thirrjet, opinionet e mendjeve të ndritura përgjatë këtyre viteve në lidhje me rrezikun dhe kthyeshmërinë pas të rrugës ndaj inteligjencës artificiale të njerëzimit. Çfarë mund të bëjmë ne? Pra, përse ne vihemi në dieni të këtij rreziku? Edhe për faktin se inteligjenca artificiale nuk është një entitet alien që po na sulmon, po vjen përmes nesh, pra përmes humanëve, për të na kundërshtuar, për të na reduktuar hapësirat, lëvizjet etj. Pra nuk është se po vjen nga kozmosi për të na sulmuar, jemi ne që po e sjellim dhe nuk mund të themi që po sulmohemi, se ne po e pranojmë. Çfarë mund të bëjmë ne konkretisht si njerëz, si profesionistë ju? Po, e para një gjë që është dhe është sigurt dhe kështu do të ndodhë, Dori, të varfërit do bëhen më të varfër dhe të pasurit do bëhen më të pasur në fund të gjithë saj. Pra kjo është diçka e cila nuk ndryshon në asnjë lloj forme. Ajo që gjithmonë është thënë që duhet bërë, është që ne të mësojmë sa më shumë nga kjo që me cilën përballemi dhe të shikojmë se si kjo do të na prekin jetët tona dhe të mundohemi që të mësojmë për ta vënë në shërbimin tonë. Sigurisht, kjo kërkon kohë dhe një nga pikat që njeriu ka në disfavor në krahasim me inteligjencën artificiale, nga pikat më të rëndësishme është fakti i kohës që i duhet për të mësuar. Dhe pastaj sigurisht ndryshime kaq të mëdha dhe kjo është ajo gjë që pastaj nuk pritej, po kemi avancime aq të shpejta saqë është akoma dhe shumë e vështirë që njeriu të arrijë ti përgjigjet, megjithëse ti vazhdon informohesh, ti vazhdon dhe informon të tjerët, ti vëre që ndryshimet pastaj në atë fushë po janë aq të shpejta sa ti nuk po interagosh. Të mendosh se vërtet nuk ke edhe shumë kohë të mendosh dhe ti thithë le të themi risi teknologjike, por nuk kemi kohë të mendojmë, ore, këto risi teknologjike që po futen me kaq vrull në jetën tonë, ku po na çojnë? A dush momenti të themi stop? A duhet urgjentisht ta rregullojmë këtë fushë? Pra ne ecim, marrim, thithim input, output, derisa një ditë për 10 vjet. Problemi është që, si thash, kemi faktikisht disa qasje të vendeve të ndryshme të botës, jo të gjithë po kanë të njëjtën qasje ndaj inteligjencës artificiale. Ata që kanë qenë më të ngadalshëm realisht dhe më në ato që ne themi safe side, pra më të kujdesshëm, janë sidomos BE-ja. BE-ja ka qenë dhe vazhdon të jetë nga kryesorët e cila promovon kontrollin, promovon kujdesin, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara dhe sidomos pasaj Azia me disa lëvizje të fundit që patëm në Kinë, shikojmë një ecje shumë të shpejtë, ndoshta edhe pa menduar mirë, ndoshta duke menduar vetëm me faktin e asaj garës që mund ta krahasojmë pak me garën e armatimeve që patëm diku nga mesi i shekullit 20, që besoj ju e keni parasysh, pra që u pa vetëm gara drejt armatimeve dhe nuk po mendohej se çfarë po sillte kjo gjë. Do t'i mbetet kohës për ta parë. E fundit pyetje. Erioni sot, në krahasim me Erionin
3 vite më parë apo 2 vite më parë, si e shikon, çfarë ka mësuar një gjë nga inteligjenca artificiale që nuk e dinte, një tipar, një karakteristik, një diçka të veçantë gjatë këtyre 3 viteve, diçka që nuk e dije 3 vite më parë? Jo se kam parë tërësisht gjëra që